Shumica parlamentare është e fokusuar në punë, por nuk përjashton mundësinë të përgjigjet kërkesës së opozitës për zgjedhje të parakohshme parlamentare, deklaroi kryeministri Hristian Mickoski. Ai tha se koalicioni qeveritar ka legjitimitet për një mandat të plot 4 vjeçar dhe nuk mendon për zgjedhje të parakohshme. Sipas tij, qytetarët nuk duan zgjedhje, por edhe nëse ka të tilla, ai është i sigurt në fitore të partive që aktualisht formojnë shumicën parlamentare. Qytetarët nuk duan zgjedhje, ata duan reforma dhe vazhdimsi të proceseve që po ju udhëheq kjo qeveri. Ne si koalicion kemi fituar legjitimitet nga qytetarët që jemi në qeveri për 4 vite. Ajo që unë e thash po e përsëris, nëse opozita mendon se na duhen zgjedhje të parakohshme dhe kërkon, ne nuk do të qëndrojmë anash si prikacak, por do t'i përgjigjemi asaj sfide dhe kuptohet, do t'i fitojmë. Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj këtyre deklaratave. Nga BDI thonë se janë të gatshëm dhe presin caktimin e zgjedhjeve në afatin sa më të shpejt, për më tepër ata kërkojnë edhe shpërndarjen e menjëhershme të kuvendit. Kërkojmë që brenda ditëve të përcaktohet afati më i shpejt kushtetues, të fillojnë përgatitjet zgjedhore dhe qytetarëve t'u jepet mundësia të vendosin për drejtimin e vendit. Nëse oferta e kryeministit është serioze, nuk ka arsye për vonesa, arsyetime apo kalkulime politike. Opozita e ka dhënë përgjigjen e saj. BDI është e gatshme. Le të shpërndahet kuvendi, le të caktohet data, le të shkojmë në zgjedhje. Me reagim kanë dalë edhe nga Vlen, nga ku thonë se opozita e ka lodhur BDI-n. Sipas Vlenit, BDI-a nuk di të funksionojë pa pushtet dhe vlerësojnë se ekzistenca e BDI-s lidhet ngushtë me keqpërdorimin e pushtetit dhe me tenderët. Për Vlenin është rëndësishme që të sigurojmë vazhdimin e ndërtimit të korridorit 8, ndërtimin e rrugës Shkup-Blac, që fillon për disa ditë, dhe ndërtimin e rrugës Tetov-Prizren, që po punohet intensivisht. Por, kurdo që të ketë zgjedhje, BDI do të përfundojë e poshtruar nga shqiptarët, ashtu siç ndodhi në zgjedhjet lokale para një viti. Shqiptarët nuk kthehen më prapa, nuk i besojnë më një kaste të korruptuar, një politike të vjetruar e cila në vend se të përfaqësojë shqiptarët, pasuroi disa individ. Koha e BDI-s ka mbaruar. Në debatin për zgjedhje të parakohshme është përfshirë edhe Aleanca për shqiptarët, edhe ata kërkojnë caktimin e datës së zgjedhjeve. Jemi të gatshëm që sot të ulemi dhe të caktojmë datën e zgjedhjeve. Nuk ka nevojë për taktizime, prolongime apo kalkulime politike. Qytetarët duhet të kenë mundësi të japin vlerësimin e tyre për drejtimin në të cilën po ecën vendi dhe për mënyrën se si po qeveriset. Sa më shpejt të mbahen zgjedhjet, aq më mirë për vendin, për qytetarët dhe për të ardhmen tonë. Le të vendosin qytetarët. Kjo nuk është hera e parë që partitë politike në pozitë dhe opozitë përplasen mbi kërkesën e zgjedhjeve të parakohshme. Qeveria aktualisht ka mandat deri në vitin 2028.